Përshëndetje miqë të gazetës Lajm dhe Lajm TV-s, mirë se vini në emisionin e 11 Dialog me Lajm. Edhe kësaj radhe analist në studio me mua bashkëbiseduese në emisionin e sotëm do të jetë Florian Nesimi, ndërkohë që për misafir kësaj radhe kemi zgjedhur deputetin e Vlen, zotin Bekim Saliu. Mirë se erdhët në emision. Si gjithë faleminderit për ftesën. Uroj të kemi një emision të qartë për opinionin. Shpresoj se do t'ja vlej. Po. Zoti Bekim, pas takimit të mbrëmshëm ndërmjet leadershipit të Vlen dhe kryeministrit Mickovski u tha se Taravari definitivisht do të largohet nga qeveria. Mirë po zyrtarisht diçka të tillë nuk kishte. Kjo u tha më shumë në për disa portale dhe e konfirmuan edhe disa aktivistë. Sa ka të vërtetë në këtë? Është e vërtetë kjo, për arsye se në takimin e mbrëmshëm janë diskutuar gjitha qëndrimet e Vlenit në një anë dhe të qeverisë, të palës VMRO si partner qeveritar, dhe në këtë diskutim natyrisht janë shtjelluar shumë tema të cilat edhe jashtë koalicionimit, domethënë jashtë çështjes së ASH-s në qeveri ose jashtë qeverisë, vlerësimi është pozitiv se qeveria funksionon, është stabile dhe do të vazhdojë me agendën e saj reformative, të investimeve, të implementimit të ligjeve, domethënë reformave në gjyqësore kështu me radhë. Dhe natyrisht edhe tema e mbajtjes ose jo të ASH-s në qeveri ka qenë një prej pikave ndoshta më të nxehtë të diskutimit, të debatit që është zhvilluar mbrëm, dhe këtu unanimisht kanë ardhur me një përfundim se njëra kamp në BDI e tjetra në qeveri nuk është e kapshme për asnjërin palë në qeverinë aktuale. Natyrisht këto manovra politike të cilat zoti Taravari ka bërë në periudhën e kaluar, ne jemi në rrjedhë dhe kemi informacione të verifikuara, po edhe nga zoti Taravari dhe kohës fundit edhe nga ana e zoti Ahmetit edhe zoti Sela kanë konfirmuar për 3 takime të cilat janë mbajt, dhe kjo është e pakapshme dhe e pafalshme për një partner të qeverisë me atë komoditet dhe përkrahje të cilën e ka pas edhe nga Vleni, brenda Vlenit dhe nga qeveria për të zhvilluar gjitha politikat të cilat i ka implementuar në Ministrinë e Shëndetësisë. Jo komoditet, një ndër arsyet që përmend zoti Taravari është se domethënë listat dhe sidomos të kandidatët për komunat për komunat gjatë zgjedhjeve të sivjeme lokale. A e përmend këtë si arsye? Domethënë kështu, ndoshta nuk kisha dashur t'u azh shumë hapësirën e emisionit, nuk e di edhe për mbajtjen si doni ta zhvilloni, po ka shumë detaje të cilat mund t'i flasim ne këtu, dhe opinioni është mirë besoj të jetë informuar si janë zhvilluar ato bisedime. Fillimisht ishte një ide për dalë me lista të veçanta për këshilltar dhe ishte disi e pakapshme dhe një risi të cilën ne edhe si Vlen nuk e kemi diskutuar asnjëherë. Mendoj larg mendjes është kur je në koalicion të dalësh me lista të veçanta për të dëshmuar në thojza veten sa je i forti. Domethënë ne kur është formuar Vleni nuk kishim aso sistemi të matjes apo vag për t'i marrë votat, peshën, impaktin shoqëror të cilin e ka partia kështu me radhë. Nuk matëm në asgjë, ne u bëm bashkë me një agent të përbashkët për ta luftuar një të keqe të cilën shqiptarët ishin të kapur nga një parti politike dhe sistemi vuante për vite me radhë. Dhe nëse gjithë ne jemi bashkuar për një agent të përbashkët, cila është arsyeja që sot ne do të ndahemi për të dëshmuar njëri tjetrin se sa jemi të ndikueshëm apo sa jemi të mëdhenj në zonat të caktuara. Edhe këtu kishim shumë argumente se nuk është ashtu. Më thënë, ne në zgjedhjet parlamentare kemi pas të ndara detyrat, si 4 partner, secilin zonën e vet ku graviton më shumë, ku ka shtrirje më të fortë, ku ka përkrahje më të madhe ndoshta pe popullatës, kishim edhe detyra. Nëse Alternativa, Lëvizja Demokratike dhe Besa i kanë kryer detyrat e tyre me sukses në ato zona, dhe kanë argumente se si janë arrit këto rezultate,
Dhe nëse ASH-ja nuk ka asnjë arsyetim apo sqarim pse kanë dështuar në Gostivar, Vrapçisht, në zonën 5 komplet, domethënë nuk kanë shpjegim. Thuan, po ju e dini sa kanë qenë ato të fortë në këtë zonë. Në rregull, domethënë ju detyrën e shtëpisë nuk e keni kryer. Sido që tjetë, edhe për shkak kësaj, në bisedime kur janë mbajt, edhe vetë ata e kanë konfirmuar, se u janë dhënë 5 deputet, duke marrë parasysh se janë të fundit të cilët do të kyqen dhe shkaktonin një turbulencë apo tronditje brenda partisë së tyre. Ky çmim disi duhet të balansohet me numrin e deputetëve të cilët ne i kemi pranuar dhe të keqpërdorësh këtë si argument se ne kemi më shumë deputet se ju tjerët, e tash ne meritojmë më shumë kandidat për kryetar komune se ju, për shkak se ju keni nga 2 nga 3. Mendoj se nuk është as njerëzore, nuk është as e partneritetit, po edhe nuk mbjell një bashkëpunim të frytshëm në të ardhmen. Gjithë i dim, domethënë rrethana si ka ndodhur pastaj, zoti Taravari ndronte ekipin, çdo takim kishte njerëz të ndryshëm që merrshin pjesë në bisedime. Dhe kjo për ata të cilët kanë përvojë në bisedime, në koalicionime, është një shenjë jo serioziteti dhe i mos respektit ndaj palës me të cilën bisedohet. Nëse 3 parti kanë konstant dhe ekipin e njëjtë të bisedimeve për hir të informacioneve historikisht në të kaluarën si ka ndodhur procesi, edhe ju duhet ta respektoni këtë tavolinë dhe këta njerëz duke sjell njerëz të njëjtë për të biseduar dhe jo duke i ndruar ekipet dhe metodat se si do ta bëjmë partneritetin në zgjedhjet lokale. Natyrisht i ndëgjojmë në deklaratat të ndryshme prej deputetëve, prej eksponentëve të partisë e kështu me radhë se janë dhënë disa modele, po ju kur vini sot me një model dhe mbas 2 ditësh vini me një model tjetër, hajde të merremi vesh, ku mbetet ai parapraku që kemi diskutuar. E dini rastin dhe opinioni është i njoftuar me propozimin e deputetit Riat Shaqiri, që në fakt në fazën e fundit të bisedimeve gjithçka ishte pranuar nga ajo. Dhe kjo është ajo dilema që do të mbetet e paspjeguar dhe duhet vetëm ata ta japin sqarimin pse oferta e pranuar e deputetit Riat Shaqiri nuk ishte zgjidhje përfundimtare për të vazhduar më tutje. Unë në një rast ja thash zotit Taravari, vetë fakti që ju vini të bisedoni me Lenin, ata siç na quajnë neve, është dështim i koalicionit Vlen. Ne mes vete nuk kemi diskutime, ne nuk kemi debatime. Nuk flasim kush, sa, ku. Dhe pastaj lindi ajo akuza se ju keni koordinim kundër nesh. Cili është argumenti? Cila është arsyeja që ju të filloni me këso retorike të flisni dhe për fat keq këto janë teknikalitetet e zhvillimit të bisedimeve, por unë mendoj se kjo është rezultat i një skenari i cili ka ndodhur jashtë kulareve të mediave, të opinionit e kështu me radhë, e cila besoj dhe jam shumë i bindur se është burimi i gjithçka që ka ndodhur pastaj në tavolinë, duke i pas parasysh gjitha këto informacione. Ne lart poshtë kemi ditë se si do të pozicionohen dhe si do ta zhvillojnë, dhe çdo ditë që ka kalu ka qenë një argument se është duke shku në atë drejtim. Na vjen keq për këtë situatë, por zot Taravari po futet në një rrugicë qore nga e cila nuk do të ketë kthim, për fat keq se nuk do ta lejnë ata të cilët e futën në atë rrugicë. Tash është betejë e tij për të fituar kohë. I shihni deklaratat e tij, disa portale të cilat e përkrajnë politikën e tij dhe japin shpresa se nuk ka mbaruar asgjë, se ka shpresë për të vazhduar bisedimet e kështu me radhë. Mendoj se pas gjitha akuzave të pabazat të cilat janë bërë, mendoj se nuk ka lënë hapësirë më, po edhe vetë ata të cilët e futën këtu nuk do ta lejnë të merr një hap të tillë. Zoti Bekim, takimi i mbrëmshëm është edhe një përpjekje juaj këtë që thatë ti stoponi atë rrugën, ta ndaloni më në atë rrugën që e thatë ju për të zvarritur edhe për të përfituar kohë.
Po i rikthejmë takimit mbrëmshëm, kur pritet largimi i Taravarit nga qeveria? Shqipëni, shumë e rëndësi ka qenë konstatimi se nuk mund të tolerohet një partner qeveritar të jetë edhe me ndryshimin, po të jetë edhe me listën e zezë. Mendoj me partinë dhe gjitha asociimi për BDI se është një parti me rekord antar të eshallonit elitar primar të partisë të tyre që janë në listë të zezë, dhe nuk mund të jeni edhe ande edhe këndej. Do të thonë është e pamundur dhe është e papranueshme për gjithë partnerët se një parti e këtillë nuk do të ketë vendin në qeveri. Kjo ka qenë kryesorja. Kjo pjesë tjetër është teknikalitete. Kur do të mbahet mbledhja, kur do të merret vendimi, si do të votohet e kështu me radhë. Ato janë teknikalitetet që besoj shumë shpejt do të realizohen. Me daljen eventuale të Taravarit nga qeveria, pritet ndonjë rikonstruim eventual dhe kush mund të jetë, a do t'i shtohet, a ka mundësi t'i shtohet qeverisë me Selen të përbëhet edhe nga ashe e Selës? Do më thonë kështu, rikonstruim konsiderohet kur keni rreth 30% e qeverisë që duhet ndryshohen emrat, në këtë rast nuk kemi, do më thonë duhet një emër vetëm të ndryshohet dhe nuk është rikonstruimi i madh i qeverisë. Tani për tani nuk, sipas gjitha rrethanave që zhvillohen në qeveri, sidomos në periudhën kur priten investime serioze në shtetin tonë dhe në shkrim të marrëveshjeve, të cilat do të jenë një hapje e dyerve të mëdha për një stabilitet financiar të shtetit tonë, mendoj se nuk ka nevojë në këtë fazë të merremi edhe me rikonstruim, ndryshim të njerëzve të parë të cilët i zhvillojnë politikat në qeveri. Do të jetë ndryshim vetëm i një emrit dhe natyrisht i zëvendës ministres. Dhe ne do të vazhdojmë me punën tonë, natyrisht këtë ne e shohim edhe si një mundësi për të afruar dhe ftuar të gjithë deputetët të cilët ndoshta në vitin 2024 për shkak të premtimeve të mëdha që u dhanë nga ana e Zotit Ahmeti se Fronti Evropian do të jetë një ardhme e ndritur e shqiptarëve dhe do të mbështesë gjitha kombësitë të cilat jetojnë në vendin tonë, përveç maqedonasve, në një koalicion të gjerë, e cila do të jetë fituese me numër shumë të madh të deputetëve kështu me radhë, gjithë ata të cilët janë dëshpëruar nga ky projekt. Për arsye se me vonesë u pa sa është fuqia e saj dhe pozicionimi i saj si do të jetë, ata e kuptuan se e gjithë agenda e Frontit Evropian në shpëtimi i disa eksponentëve të BDI-s dhe as pak në një agendë pro-romëve, pro-turqëve, pro-bosnjakëve kështu me radhë, për arsye se në asnjë rast brenda këtij viti nuk u përmend një çështje e cila nxit një temë. Do të as pak. Ishte një injorim total ndaj gjitha bashkësive tjera etnike dhe presim që këta deputet kyçen në shumicën e re që do të rikonstruohet brenda parlamentit. Natyrisht ka dhe deputet të dëshpëruar brenda grupit të deputetëve të ASH-s, të cilët u kyçen në politik për herë të parë ndoshta për hir të një ndryshimi, e dhanë kontributin personal maksimumin e prej vetes për ta bënë ndryshimin e shumë pritur te shqiptarët dhe nuk pajtohen me agendat, do ta kisha quajtur agenda të errta të një lideri apo të një klike të një partie politike ose një grupacioni brenda një partie politike, të cilat nuk janë qarta as pak, por nga jashtë shifen se janë të dyshimta, nxisin debat të mbrendshëm brenda partisë se ku jemi duke shku, pse e bëjmë në këtë, duke qenë në qeveri dhe stabil, me gjithat përkraje që kishim pe qeverisë, pe partnerëve të koalicionit e kështu me radhë, ne dalim vetë, ta matim forcën tonë, ne dim sa jemi të fortë, për arsye se secili brenda partisë vetë e din sa e ka peshën, duke u nisur ndoshta pej familjes, pej mahallës, pej vendlindjes ku jeton dhe vepron politikisht. Dhe presim unë sipas një parashikimi tim të cilën e analizoj me lëvizjet e fundit, besoj se
formimi i shumicës së re parlamentare besoj se do ta mbri numrin 80. Edhe pse do të thoni je shumë optimist, unë jam optimist për arsye se vitin e kaluar ka qenë një pesimizëm i përgjithshëm, sidomos te kampusi shqiptar dhe etni tjera se mund të bëhet diçka, për arsye se ishte krijuar një mit se Ali Ahmeti ishte i pazëvendësueshëm, vetëm ai mund të na mbrojë interesat, vetëm ai mund të bëjë politika për shqiptarë. Vetëm BDI-ja i mbron interesat e shqiptarëve kështu me radhë. Në këtë vitin e fundit ne shohim se përveç propagandës, përveç propagandës që është zhvilluar nga qarqe, individ caktuar, të cilët natyrisht i shërbejnë një kauze e cila 20 vite ka dështuar në skenën politike, përveç propagandës në realitet nuk ka asnjë bazë, gjitha akuzat e tyre ne i kemi demantuar me argumente dhe besoj se shqiptarët për herë të parë janë të përfaqësuar nga politikanë të cilët kanë dinjitet spaku. Fillimisht e kanë dinjitetin dhe natyrisht kanë vizion se si duhet zhvillohen politikat që janë në interes të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe besoj se kështu do të vazhdon. Ka qenë e vështirë të afrohen lider të partive politike dhe të thuan pej sot aktivitetet tona në partitë tonë ngrihen ose kemi moratorium të veprimit politik, pej sot vazhdojmë me një subjekt, natyrisht janë teknikalitete, regjistrimi, ngritja e strukturave, kështu me radhë, kjo do të na merr shumë kohë, për arsye se futemi veç më në agjendën e zgjedhjeve lokale, ne nuk mund të mbrim edhe strukturat, formojmë edhe të zhvillojmë politika lokale në komunat ku i kemi synimin të fitojmë, kështu që paralelisht do të mundohemi të zhvillojmë të dyjat. Unë e di se tash opinioni do të infektohet me propagandën, ajo është e pritshme, kush është lideri, kush është i pari, për të nxit debat të mbrëmshëm, ne nuk do të merremi me te, për arsye se kemi një koordinim shumë të mirë dhe të qartë, për arsye se ideja është mbi liderin. Do të thonë, ideja e bashkimit në vlen ka qenë mbi egot dhe ambicjet, entuziazmin e grupacioneve, individëve kështu me radhë. Janë tejkalu gjitha këto pika. Zoti Sali, këtu veç deshta një kështu ndërhyrje të shkurtër, kur folet pak para për rekonstruimin e qeverisë, thatë se nuk ka nevojë që të bëhet rekonstruimi i qeverisë, për shkak se do të bëhet vetëm zëvendësimi i një ministri edhe i një zëvendës ministres. Mirëpo nuk e përmendet zëvendës kryeministrin Arben Fetaj. A do me thonë kjo se ai do të vazhdoj të mbetet në qeveri? Duke ndjek aktivitetin e tij në periudhën e ngrohtë në skenën e Vlenit, e shohim se ka qëndrime shumë të qarta, se ardhja e tij pej Brukselit në Shkup dhe angazhimi i tij politik këtu te ne ka pas një qëllim, të bëhet ndryshimi. Dhe deri më tani qëndron stoik në këto deklarata, veprimet e tij, domethënë në asnjë moment ne nuk kemi vërejt se sy mbyllur do t'i lidhet liderit partisë për arsye se ai thotë ne do të dalim prej Vlenit. Mendoj, ai është i pari ASH-s i cili është edhe i kyçur në proces, edhe është dëshmitar i politikave të cilat zhvillohen, edhe është më i thirrur ndoshta prej ASH-s i cili mund të thotë se Vleni ka gabuar ose s'ka gabuar. Vleni i zhvillon politikat për të cilat është përcaktuar ose jo. Vleni ka dështuar në politikat për të mbrojtur interesat e shqiptarëve ose jo. Do të thonë është i pari i cili duhet ta thotë atë. Dhe në asnjë rast nuk e ka thënë këtë. Nëse u kujtohet deklarata e zotit Taravari, 70% i shqiptarëve nuk janë të kënaqur me veprimin e Vlenit në qeveri, por janë të kënaqur me kryeministrin. Kjo ishte një servilosje të cilën e bani personalisht për të ardhur në atë pikën që jemi sot. Do të të fitojmë edhe pak kohë që të mundemi ne disa qëllimet tona të realizojmë apo të tërhiqemi nga rruga qore në të cilën jemi fut. Mirë po, zoti Arben Fetaj nuk e kemi vërejt në asnjë moment një devijim të këtill dhe ka shumë të këtill të cilët ende i qëndrojnë stoik bindjes së tyre se unë do të kthehem në vendlindje dhe kontributi im do të jetë për ndryshim dhe për të mirën e shqiptarëve. Kështu që uroj që
të mbetet aty ku është dhe natyrisht Vleni nuk është, më thënë, ta kemi qartë, disa herë është thënë 3 parti, nuk jemi 3 parti, nuk është Vleni 3 parti, prandaj edhe nuk ka luftë brenda kush të bëhet lideri, për arsye se ne kemi qartë se 3 parti vetë, pa përkrajën masovike të organizatave jo qeveritare, grupacioneve të ndryshme qytetare, pa popullatën ne nuk do të kishim mund të arrim ndryshimin, për arsye se matematikat e numrave ashtu flasin. 107.000 vota nuk kanë ardhur nga partit. Ne kemi thënë disa herë në tavolinë këtë punë. Ne nuk mund ta ndajmë 4 herë 25% të votave dhe këto janë tonat. Nuk është e vërtetë kjo. Unë më herët kam qenë edhe sekretar organizativ në Alternativë dhe e di shumë mirë manipulimin me numrat të cilët bëhen në momente të caktuara dhe kështu që unë vlerësoj se shumë njerëz përkrahës, votues, aktivist, bile antar të kryesisë qendrore të ASH-s nuk do të pajtohen me qëndrimin e ASH-s jashtë Vlenit, jashtë qeverisë dhe afër partisë me lista të zeza. Zoti Nasimi, duhet tash unë në cilësinë e gazetarit juve, në cilësinë e analistit ju shtroj në pyetje në këtë kontekst të përgjigjes zotit Bekim. Nëse largohet Taravari nga qeveria dhe eventualisht mazhorancës tanishme qeveritare nga partit, nga subjektet tjera opozitare nuk i bashkangjitet qeverisë. A imponohet me që do të ngelin 9 deputet. A imponohet nevoja për zgjedhjet parakohshme parlamentare siç po flasin vazhdimisht përfaqësuesit e lartë BDI-s? Unë mendoj se dalja eventuale e zotit Taravari nga qeveria nuk është e lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, për shkak se zgjedhjet parakohshme parlamentare organizohen në 2 raste. Njëri rast është kur ka bllokim të institucioneve, dhe rasti tjetër është kur kemi votim të mosbesimit qeverisë. Votim të mosbesimit nuk mund të kemi, për shkak se opozita nuk mund të mbledh 61 deputet, edhe bllokim të institucioneve ose ndonjë krizë politike nuk ka, dhe prandaj mendoj se zgjedhjet e parakohshme parlamentare nuk do të mbahen, edhe si pasojë e nëse ngelin vetëm 9 deputet shqiptar, për shkak se legitimiteti nuk përcaktohet me numrat e deputetëve. Për shkak se, për shembull, këto lëvizjet e deputetëve nga njëri tabor në taborin tjetër janë të shpeshta, kanë filluar diku nga viti 2006, me sa e mbaj mend kur di deputet PPD-s aso kohë kaluan te BDI-ja dhe pastaj kanë vazhduar këto kalimet nga njëri tabor në taborin tjetër dhe nuk do me thonë se do të jenë vetëm 9 deputet shqiptar, ndoshta do të bashkangjiten edhe tjerë dhe mund të bëhen edhe më shumë. Prandaj mendoj se legitimiteti nuk caktohet nga numrat e deputetëve, mirë po legitimiteti është tek kutitë e votimit. Dhe fakti është se në këto zgjedhje të parlamentare që u mbajtën vitin e kaluar, Vleni fitoi 107.000 vota, që janë shumë vota për një subjekt opozitar. Mendoj se ishte hera parë në pluralizmin maqedoni që një subjekt opozitar merr mbi 100.000 vota. Pastaj për shembull kemi pasur rastin në vitin 2016 BDI-ja kishte 86.000 vota, mirë po hiri në qeveri si parti e vetme me ato 86.000 vota dhe thonte se është legjitime. Prandaj mendoj se legitimiteti nuk mund të kontestohet nëse ngelin vetëm 9 deputet shqiptar. Dhe plus kësaj mendoj se treguesi më i mirë për legitimitetin do të jenë zgjedhjet lokale. Nëse BDI-ja arrin që të fitojë zgjedhjet lokale bindshëm, atëherë do të ketë një farë të drejtë morale të kërkojë zgjedhje të parakohshme pas zgjedhjeve lokale. Mirë po ne nuk e dimë cilat do të jenë rezultati i zgjedhjeve lokale. Nëse arrin Vleni të fitojë zgjedhjet lokale, atëherë BDI-ja nuk do të ketë më as drejtë morale të kërkojë zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe mendimi im personal është se nuk do të ketë tani zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe VMRO-ja nuk është interesuar për shkak se ajo tani ka 58 deputet dhe edhe ajo mbase edhe frigohet që mos t'i bie numri deputetëve. Qartë. Fokusin dua edhe shkurt para se të kalojmë te pyetja radhë. Në këtë kontekst dua këto përplasjet e fundit mes Vlenit dhe partisë Taravarit. A mendoni se çojnë ujin mullinin e BDI sepse Mbrëm isha dëshmitar, po lexoj aty
në këto rrjetet sociale, përplasje shumë të ashpra. Mendoni se kjo betejë pa kuptim të absurdit çon ujin mullinin e BDI-s thon popullor që? Unë mendoj se BDI-a fillimisht i ka hallet e veta dhe problemet e veta. BDI-a fatkeqësisht ta them vazhdon edhe më tej të jetë si një peng i të kaluarës korruptive. Veç listat, lutem mos përmend sepse ata janë e kanë hallin e listave. Do ta them është e kanë atë pengun nga e kaluara. Jo listën atyre që janë e kanë pengun nga e kaluara korruptive, ato nuk arritën të reformohen. Përsëri atë i shohim ato figurat e vjetra politike apo të ashtu quajturit funksionar të përjetshëm, ato refuzojnë të largohen nga partia nga shkaku se frigojnë mos i humbin disa privilegje të cilat mbase ende edhe i kanë, posaçërisht i kanë në sferën e biznesit dhe BDI-a nuk ka arritur të krijojë diçka figura të reja politike të cilët do të kishin ndonjë peshë politike. Do të kishte konvenuar ndoshta dalja Arben Taravarit nga qeveria BDI-s sepse do të në atë rast BDI-a do të bëhet edhe më e zëshme për të kontestuar legitimitetin. Edhe plus kësaj mendoj se problem tjetër do të jetë për BDI-n nëse Taravari del nga qeveria, ne ende nuk e dim cili do të jetë qëndrimi i Zjadin Seles. Se dalja Arben Taravarit nga Vleni mund të si pasojë të ketë edhe daljen e Seles nga fronti evropian. Zoti Bekim, ju jeni edhe deputet. A mendoni se cilat janë në fundit pak në mënyrë indirekte ju përgjigjet, a mendoni se ka deputet brenda ASH-s të cilët janë të gatshëm shfaqin interese dhe gatishmëri për të qëndruar akoma pjesë e atyre grupit ta quaj reformator të deputetëve? Për bërjes së re të grupit Vlenit. Nuk për momentin nuk mund të them me garancë se është 1, është 2, është 3, domethënë ne po prandaj thashë mendoj. Ne jemi kolegë në parlament dhe ende i mbajmë raportet e tona mes kolegëve, natyrisht diskutojmë rreth pikëve të cilat i kemi rendite, kështu me radhë politika ditore na tangon të gjithëve. Mirë po, atë që e ceka dhe më herët, domethënë çdo njeri i cili është fut në këtë garë politike për të bërë ndryshimin në skenën politike dhe ka arrit këtë sukses. Mendja e shëndosh e thot se ata duhet të mbeten aty ku kanë filluar, për arsye se nuk ka devijim nga ajo për të cilën jemi përcaktuar. Dhe cila është arsyeja që një deputet ka sjell ndryshimin dhe e lën ndryshimin kthehet te lista e zezë. Cila është unë personalisht nuk kam ndonjë shpjegim për këtë përveç se raporte personale, na dhimbet kryetari i partisë, nuk mund ta lëm tash në këso situate, dhe këto janë çështje emotive të cilat mund t'i zhvillojmë në shtëpi. Mirë po, përgjegjësinë të cilën e kemi marrë para opinionit, nuk na lejon neve të jemi emocionalisht të papjekur dhe të mbështesim njëri tjetrin duke qajt. Do thënë, ne jemi deputet, ne jemi kreator të politikave, ne jemi mbështetës politikave të caktuara, ne jemi promotor të atyre politikave dhe natyrisht do të qëndrojmë stoik për të mbrojtur intereset të cilat ne jemi zotu para opinionit se do t'i mbrojmë. Kështu që ngjyrimet politike, ASH, Alternativ, BES, LD, ne kemi te i kalu, s'paku flas për vete. Natyrisht edhe për grupin tjetër të cilin kemi mbetur aty. Dhe dera është e hapur dhe janë të ftuar të gjithë. Domethënë, edhe unë e them tash, edhe zëvendës kryeministri i parë Izet Megjiti e ka thënë këtë në opinion se Vleni nuk janë 3 parti. Vleni është lëvizje. Vleni është ndryshimi i cili është premtuar gjatë kohë dhe për fat keq në të kaluarën për shkak të mënyrës së veprimit të BDI-s dhe liderit të saj duke përçarë, duke sunduar, nuk kemi arritur ne të bashkohemi dhe ta luftojmë një të keqe e cila për fat keq i mbajti peng shqiptarët për 20 vite dhe në ndërkohë zhvilluan shumë agenda të cilat ishin në interes grupor, personal të individëve të caktuar, për të cilat tash PD-ja bëhet viktim e mbrojtjes së interesit të individëve, duke filluar pe familjes së zoti Ahmeti e kështu me radhë. Domethënë,
gjithçka po zhvillohet rreth mbrojtjes së interesave për të cilat ata kishin punuar 20 vite. Përveç krisjes së shkaktuar brenda koalicionit Vlen, para së cilës sipas jush qëndron Ali Ahmeti, ki i fundit po kërcënohet me protesta masovike nëse Krishnik Bektashin ndodhet në listën e të akuzuarve për tragjedin Koçani. A është ki plani Ali Ahmetit për zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe a ka fuqi për diçka të tillë në këtë rrethana që në kriju tani? Tani kështu unë mendoj se Zoti Ahmeti është duke zhvilluar një agent politike për opinionin, kurse për ndjekësit e politikës, gjithë e dinë se kjo është një deklaratë e thatë. Do thënë, nëse u kujtohet vitin e kaluar shtator, do të fillojshin me protesta masovike, gjithë shqiptarët do dalin në rrugëve, legitimiteti, interesi shqiptarëve, gjua shqipe, kështu me radhë, domethënë. Edhe ku mbeti ajo? Cili ishte kapaciteti? Më thonë kështu, kapaciteti penetrues i Zotit Ahmeti në opinion, në masë, është zvogluar deri në 30% e asaj që ka pas BDI-ja më herët. Shifini tubimet, takimet, pse nuk ka organizime masovike? Nuk ka. Shfrytëzohet ndonjë rast kulturor që Zoti Ahmeti të paraqitet dhe thuan, këto janë BDI. Jo, mërë janë familjarë të dëshmorëve ata. Janë të përvuajturit për 20 vite që nuk i ka trajtuar Zoti Ahmeti. Nuk janë të BDI-s ata. Ose ndonjë rast tjetër shfrytëzohet për të asocuar me fotografi se për kraja ndaj Zotit Ahmeti nuk ka humb. Në fakt, ne që jemi në politikë dhe e ndjekim në bazë ditore politike, ne e dim ku është. Ne e dim sa është kapaciteti. Dalja e Vlenit, veprimi i Vlenit në qeveri, performansa të cilën e dëshmojmë çdo ditë, investime, politikat, shiheni ku filin me Kosovën për shembull. Çfarë lehtësimi është dhënë për qarkullimin ditor të familjarëve, po flas, mos flasim për bizneset. Çfarë lehtësimi është mundsu? Pse s'u bën 20 vite? Tash shumë shpejt presim investime që do të jenë marramendse për shtetin tonë, asnjëherë si kemi pas. Asnjëherë si kemi ndëgju biles, për arsye se edhe ta thuash, donjëherë duhet të kesh një imagjinat për ta thënë. Po tash shumë shpejt do t'i kemi ato investime në vendin tonë. Ato mjete nuk vinë vetëm për Maqedonët, vinë për shqiptarët, vinë për turqit, për romët, për gjithë. Çfarë politike bën kjo qeveri? 1 miliard euro për 4 vite do të investojmë vetëm në projekte të cilat i kanë zhvilluar dhe përgatitur komunat. Pa marrë parasysh të opozitës, pozitës, BDI, kush është kryetari i komunës, pa marrë parasysh, në gjitha komunat. Ke projekt gatshëm, aplikon, miratohet, fillon me punimet. Këtë e bën qeveria VMRO Vlen. Pse nuk e bën 20 vite? Pse i penalizojshin mahallat ku nuk del BDI-ja mirë në për qytete dhe komuna që u udhëhiqnin ata? Investojmë aty ku kemi nxjerr vota mirë, në mahallën ku s'kemi nxjerr vota s'ka kur gjati. Edhe me vite fshatrat të tëra mbeteshin pa ujë, pa asfaltim, pa infrastrukturën elementare për të cilën për fat keq në këtë vit 2025 flasim ende për nevoja elementare të popullatës dhe nuk flasim për zhvillim, shiheni bota ku ka mbri. Kështu që gjitha deklaratat e Zotit Ahmeti unë me plot bindje them se janë vetëm e vetëm për të zhvilluar një politikë drejtuar votuesit, po e din se politikanët dhe ata të cilët e ndjekin politikën nuk kalon kjo, nuk ka kapacitet. Po edhe sikur të ketë pak kapacitet, primare për Zotin Ahmeti është mbrojtja e familjes dhe njerëzve të afërt të cilët ja mbrojnë rrethin atij. Kaq është. BDI-ja ka mbaruar. Fronti Evropian është vetëm një deklaratë në media. Asgjë tjetër. Nëse eventualisht nuk arrini ta pensiononi Ali Ahmetin gjatë zgjedhjeve të sivjeme lokale, cila është mundësia, ekziston mundësia i të rikthehet më fuqishëm se deri tani për Ali Ahmetin gjithnjë flas? Shiheni.
Tash kur flasim a mund të rikthehet, përsëri do të ndërlidhem me atë që e thash edhe më herët. Duhet ta kemi qartë se kapaciteti penetrues, kapaciteti funksionues i BDI-s në teren ka mbaruar. Unë jetoj në Çajir, jam i Çajirit, e njoh strukturën e Çajirit dhe e di sa mund të veprojnë dhe sa mund të kontribojnë strukturat e BDI-s për ngritjen ose ringjalljen e BDI-s në skenën politike. Kur një element të cilin e shohim ne, nëse ndahet pjesë, nuk mund ta riktheni, për arsye se pjesët kanë shku janë lidh në elemente tjera, kështu që nuk mund të riktheni ato. Nuk bëhet ajo. Artan Grupi nuk është këtu për t'i manipuluar të rinjt me koncerte dhe t'i paraqes si aktivitet i partisë. Unë ndonjëherë mendoj kush do ta mbajë koncertet tash. Se njëri më kreativ se Artani për të mbajtur koncerte të famshme për rinistët nuk ka. Do të lindë një Artan Grup tjetër, i cili do t'i organizon koncertet dhe t'i ngjyros me vulën e BDI se këto janë strukturat tona e ardhmja jonë. Më thonë, nuk e kanë atë kapacitet. Kështu që edhe diskutimin atë kësaj teme, unë mendoj se është një dhënie shpresë se ndoshta nuk ka shpresë. Vleni vazhdon. 4 vite kemi mandat në qeveri, kur ta kryjmë mandatin do të hyjmë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të rregullta, o e marrim përkrahjen e popullatës për të vazhduar edhe 4 vite, o qëndrojmë stoik në opozitë dhe e bëjmë opozitarizmin ton nëse kemi dështuar me politikat tona. Florian, në opinion flitet këtë tha dhe kryeministri Mickoski se Ahmeti ka ofruar Taravarit mbështetje për 6 komuna për ta joshur për bashkëpunim, madje duke mos kandiduar fare kandidat të BDI-s në ato komuna. Nëse do të ishte kështu, fjala bie. Çfarë do të ngel BDI-s atëherë parashtrohet pyetja? Do ta pranonte një gjë të tillë? Mendon se do ta kishte pranuar Ali Ahmeti një gjë të tillë? Unë nuk mendoj se mund t'i ofroj 6 komuna zotrit Taravari, për shkak se krejt komuna shqiptare janë 15. Tash nëse ja ofron 6 Taravarit, çka do t'i ngele BDI-s atëherë? Cila komunë do t'i ngele? Apo partnerëve tjerë që i ka te Fronti Evropian? Po mbasa i mund edhe t'ja ketë ofruar sa për ta bindur që të del nga qeveria dhe pastaj kur ta afron zgjedhjet lokale nga 6 ai numri mund bjerë në 1 ose 2. Dhe realisht mendoj se nëse arrihet ndonjë marrëveshje e zotrit Taravari me BDI-n për të garuar bashkëzgjedhje komunale, mendoj se maksimumi do të kishte qenë 2 komuna, t'ja ofroj për shembull Gostivarin edhe Vrapshishtin, sepse në Gostivar realisht BDI-ja edhe nuk ka ndonjë kandidat, nuk ka ndonjë figurë politike kështu me peshë më të madhe që ka ndonjë të elektorati që ka ndonjë përkrahje. Nevzat Betën e kanë pasur më para figurë nga Gostivari, tash atë nuk e kandidojnë më edhe mbase mund edhe t'ja japin ASH-s komunën e Gostivarit dhe Vrapshishtin. Po njëjtin problem BDI-ja ka edhe në komuna tjera, për shembull edhe në Tetov ato nuk kanë arritur të kenë ndonjë figurë të re, fundi që ka qenë Teuta Arifi, që ka qenë 2 mandate kryetare, pastaj tani janë duke u mendur për kandidatin, mirë po vetë fakti se nuk janë duke publikuar ndonjë emër tregon se nuk ka ndonjë emër sakt i cili do t'i kishte bërë ballë zotërit Bilal Kasami. Pastaj mvaret edhe me Frontin Evropian me parti tjera, se nëse BDI-ja del si Front Evropian edhe nëse secilës parti aty duhet që t'i jep ndonjë komunë apo vendin këshilltar, atëherë me siguri se do të lindin edhe aty, besoj se përçarje. Realisht mendoj se njëjtin problem do ta ketë edhe me zotin Sela në Strug, për shkak se Strugën historikisht e ka pasur BDI-ja përveç me 1 mandatit, më duket se edhe nuk besoj se e ka lehtë para antarësisë së vet që atë komunë t'ja jep ndonjë partie tjetër. Dhe këtu mbase mund lindin edhe pakënaqësi me zotrin Sela. Po edhe në Tetov për shembull u përflite një emër tjetër nga Fronti Evropian, zotri Ilir Demiri, mirë po më njëherë fillon pakënaqësit brenda antarësisë BDI-s, të cilët do ta kenë kandidatin e vet, dhe mendoj se këtë pyetjen që parashtrohet ju
është e vërtet se antarësia e BDI-s nuk pranon, domethënë, emra tjerë, përveç nëse i pranon vetëm ato që janë antarë të BDI-s, dhe mendoj se këtu Taravari do të jetë edhe më i kujdesshëm, por mendoj edhe është i kujdesshëm. Kia fati 1 muaj ditë që ju dha me Mickovskin për daljen nga qeveria, mendoj se këtë 1 mujor Arben Taravari do ta shfrytëzoj për të arritur ndonjë marrëveshje me BDI-n. Dhe nëse nuk arrin marrëveshje të tillë me të cilën ky do të kishte qenë i kënaqur, mbase mund ndoshta edhe të ngelen qeveri. Varësisht tash si do të jenë ndarja e komunave, ashtu do të jetë edhe rezultati i daljes apo mosdaljes nga qeveria. Zoti Bekim, emri juaj është përflitur në për mediat e këtueshme, sidomos në për rrjetet sociale rreth kandidimit eventual në ndonjë komunë. A ka diçka të tillë të vërtet? Tash unë jam deputet aktualisht në Kuvendin e Republikës Maqedonisë së Veriut dhe mundohem ta arsyetoj për krahjen të cilën më kanë dhënë votuesit dhe banorët e zonës 1. Natyrisht si një aktivist politik, si një politikan i cili është pjesë e një organizate politike si Vleni, domethënë jam i gatshëm të përballoj dhe të pranoj gjithçka që kërkohet nga unë si kandidim apo përkrahje apo promovim të ndonjë programi e kështu me radhë, domethënë jam i gatshëm, e dini, kam garuar edhe më herët në çajir bindjen time se duhet të bëhen ndryshime të mëdha në çajir, nuk e kam hjek nga mendja dhe atë kam një piksynim politik dhe besoj se me këtë qeveri, me këtë përkrahje të cilën jepet ndaj komunave, besoj se mund të arrihet një ndryshim i shumë pritur nga çajirasit. Po do të shohim, kjo i mbetet kohës, natyrisht nuk kemi përcaktime individuale kush çka don, po kush me çfarë performanse mund të garon në zgjedhjet e ardhshme lokale dhe ai kandidat do të del me siguri. Ja lëm kohës të shohim. Duhet të ndalim pak edhe te shkrirja e Vlenit, megjithëse pak më parë përmendat ju diçka. Vlen formoi kryesin, po akoma nuk zgjodhi kryetarin. Kur pritet të dihet, megjithëse pak a shumë përmendat? Po, kështu, domethënë ne e zgjodhëm kryesin për ta ditë se kush do të sjell vendime për veprimin e mëdhetshëm. Po, 23 antar. Që ta dim cili organ do të zhvillon politikat e Vlenit në të ardhmen. Natyrisht në të njëjtën ditë edhe u definua se zoti Taravari me Ashën nuk janë pjesë e Vlenit. Dhe pjesa tjetër, ashtu siç e theka edhe në fillim të këtij emisioni, domethënë janë teknikalitetet të cilat mundohemi mos të na bëjmë presion kohën se kur do të bëhen organet, kur do të bëhet strukturimi, kur do të bëhet organizimi në nivel lokal, për arsye se kemi 2-3 agenda të cilat i zhvillojmë tani. Bashkimi i Vlenit është përgatitur për zgjedhjet lokale, janë raportet e tona në qeveri dhe vis-a-vis Ashës, kështu që është një periudhë shumë dinamike dhe natyrisht më e shëndosh është të sjellim vendime të shëndosha sesa të përshpejtuara dhe mund të gabojmë në veprim, kështu që nuk e kemi hallin e kush është kryetari, për arsye se kryetari do t'i realizon qëllimet të cilat kryesia e Vlenit do t'ja përkrah ose do t'ja miraton. Kështu që i mbetet kohës, do ta zhvillojmë këtë. E kemi lënë një zhvillim natyral të ndodhimeve brenda Vlenit, kështu që nuk kemi ndonjë afat kohor. Zoti Vlerian, zoti Bekim thotë se nuk kanë probleme rreth zgjedhjes së kryetarit të Vlenit. A mund kjo të jetë edhe moll sherrë eventualisht në të ardhmen? Zgjedhja e kryetarit gjithnjë. Nuk mendoj se çështja e kryetarit mund të bëhet problematike, për shkak se shihet se këto 3 parti tani që kanë ngelur te Vleni kanë një unifikim të politikave. Kur ishte edhe zoti Taravari, duket se mungonte në disa raste ky unifikimi. Dhe çështja e kryetarit nuk duhet të jetë problematike, sa mund të jetë problematike për shembull unifikimi i strukturave apo krijimi i një uniteti ndërmjet antarëve të 3 partive. Se sa për kryetarin, këtë çështje të mund ta rregullojnë me statut të partisë.
Mund për shembull ka disa zgjidhje mund të bëhet me rotacion, ku mandati i kryetarit mund të jetë për shembull 3 vite. Pastaj ka edhe modele ndryshme, për shembull këto mund të merren vesh të 3 partitë që të zgjedhin një kryetar për shembull që do të ishte konsensual apo i përbashkët, ai mund të jetë ta zëm edhe apolitik, mund të jetë ndonjë personalitet i shquar, ndonjë intelektual nga radhët e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, i cili do të ishte zgjedhur si një kryetar konsensual, deri në momentin që të krijohet ai unifikimi i strukturave dhe frima uniteti ndërmjet antarëve, dhe ai kryetar konsensual do të kishte për shembull një mandat 3 vjeçar derisa të organizohet kongresi i partisë. Po mendoj se nuk duhet kjo çështje të jetë problematike, për shkak se mendoj se ka ardhur koha që shqiptarët e Maqedonisë të shkëputen nga ky modeli i partisë ku është ai kulti i liderit, ku çdo herë kryetari i partisë ka fjalën e fundit dhe të gjithë strukturat pastaj duhet ata dëgjojnë, domethënë ka edhe modalitete tjera dhe besoj se Vleni e ka domethënë rastin e artë që të jetë partia e parë e cila do të kishte sjellur një risi në mënyrën e zgjedhjes kryetarit. Në këtë kontekst nëse më lejohet vetëm diçka kisha dashur ta shtoj thjesht për të argumentuar këtë se Vleni vërtet jep një shenjë të politikbërjes ndryshe deri që ka ekzistuar deri tani. Për shembull, koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit do të jetë zoti Bekim Qoku, i cili nuk është nga asnjë parti nga këto 3, nëse i konsiderojmë si 3 parti, për arsye se Vleni e thash edhe një herë do ta përsërisë, gjithmonë do ta themi, se Vleni nuk janë 3 parti. Domethënë është një organizim më i gjerë dhe i hapur për gjitha grupet dhe individët të cilët kanë shprehë interesim për ta përkrahur dhe për të kyç në Vlen. Zoti Qoku është koordinator, pse jo edhe ndonjë personalitet i shquar, ndoshta me përvojë, se hiç pa përvojë politike, po që ka një peshë në opinion, pse mos tjetë edhe ai lideri i Vlenit, i cili do ta udhëheq një program ta realizon. Unë mendoj se shumë e rëndësishme është programi, ideja, misioni i Vlenit se sa lideri i cili ndoshta edhe mund ta devijon atë program të cilin gjithë e kanë votuar, por lideri për shkak të tekeve apo agjendave të pazarllëqeve të ndryshme mund ta devijon atë program dhe ta çon në humner, kështu që mundi gjithë strukturave, shpresa e shqiptarëve mund dështoj nëse lideri nuk është i qelluar dhe nuk e realizon atë mision. Ditët të fundit kemi qenë dëshmitar të disa imazheve intenzive ku me rastin e përveton në 2 majt në fshatin Slupçan Ali Ahmeti dhe zoti Taravari u takuan dhe u përshëndetën. Dua t'ju pyes, mendoni se ky takim është i rastësishëm si ai me presidentin e Shqipërisë zotin Begaj? Tani rastësisht mund t'i besojnë vetëm ata të cilët nuk e kuptojnë politikën. Nëse ju kujtohet dhe opinionit besoj që ju kujtohet se vitin e kaluar 2 maj zoti Ahmeti e festoi me krenar llogan e ASH-s së Taravarit të Selës dhe si vjet me zoti Taravari, domethënë çdo vit kur e ndron partnerin të cilin i duhet për shkak skenarit politik, ata e ftojnë në 2 maj ku ka masovitet, siç e shihni, ka popullat nga zona e Likovës, sidomos, të cilët ishin më të prekurit në konfliktin dhe luftën e 2001-shit. Kështu që për fat keq kjo ka mbet një skenë ku zoti Ahmeti e promovon partnerin e ri të veprimit apo mos ta them kukullën e re politike me të cilën do të merremi ne për një kohë të caktuar, por për fat mirë e kemi ndjek politikën në të kaluarën dhe e kemi vërejt se zoti Ahmeti gjithmonë para se të futet në zgjedhje, për arsye se nuk mund të nxjis agent tjetër në skenën politike, e nxjerr një faktor me të cilën opozita do të mirret me të. Por ne si politikanë të përgjegjshëm dhe të kujdesshëm ne duhet ta dimë se koka e kësaj është zoti Ahmeti dhe duhet merremi me të, jo me zoti Taravari. Çka ka deklaruar, a do të qëndrojë edhe 1 muaj edhe 1 javë edhe 2 javë, janë teknikalitete këto. Takimet e rastishme nuk janë të rastishme, domethënë
Gjithçka ka një mesazh, ka një sqarim, ka një trajektore të lëvizjes së politikanëve, kështu që nuk është e rastishme. Shkurt, Florian, në këtë kontekst e dua edhe mendimin tuaj rreth kësaj pyetje para se edhe dy pyetje të fundit shkaku i kohës. Për rastin, domethënë takimit edhe me Begajn, edhe mes Taravart dhe Ali Ahmetit në Slupçan me rastin e përvjetor. Takimi që u bë me presidentin Bajram Begaj, edhe unë mendoj se nuk ka qenë rastësi, por ka qenë i qëllimshëm që presidenti i Shqipërisë të arriti afroj zotin Ali Ahmeti me zotin Taravari, për shkak se zakonisht kështu funksionar nga Shqipëria kanë bërë kështu manovra të tilla në interes fatkeqësisht në të shumtën e rasteve në interes të BD-s, po edhe në të kaluarën gjatë viteve të 90-ta ka pasur disa përzierje të këtilla dhe nuk ka qenë as pak i rastësishëm ai takim. Mirëpo tani nëse ta interpretojmë domethënë nga një kënd tjetër, unë mendoj se kjo Slupçan që ishte, mendoj se nuk është diçka negative, sepse këto takime të cilat bëhen janë të hapura para opinionit, mendoj se nuk janë aq të dëmshme. Më është gënjeshtër se janë takime të cilat bëhen kështu nëpër ambiente private, nëpër korridore të fshehta, sepse u tha para disa ditësh se Taravari me Ali Ahmetin janë takuar 3 herë, edhe disa herë kanë biseduar edhe nëpër telefon, dhe këto takime janë ato të dyshimta, për shkak se asnjëherë nuk dihet cila ka qenë tema e atyre bisedimeve, janë jo transparente dhe çdo herë te popullata krijon një zhgënjim, sepse ato pastaj me të drejtë dyshojnë se ato takohen për kështu pazarllëqe, për të bërë pazarllëqe të ndryshme nëpër korridore të fshehta, dhe ndërsa takimet të cilat bëhen para syve të opinionit mendoj se nuk janë aq të dëmshme, posaçërisht si këto që ishte për shembull në Slupçan, për shkak se tek e fundit mendoj se në fund më shumë ke aspekti njerëzor duhet të jetë mbi atë aspektin politik, por ajo që mungon fatkeqësisht te ne është se kryetarët e partive zakonisht mbajnë takime të cilat janë të mbyllura ku nuk dihet asnjëherë cila ka qenë tema e bisedës. Më e mira ajo çka duhet të insistohet që takimet të bëhen në kuvendin e shtetit, për shkak se kuvendi është edhe vendi i punës i deputetëve, ato aty duhet të jenë punë, tetor të paktën duhet të rinë, dhe debatet edhe marrëveshjet të gjitha duhet të jenë transparente dhe të bëhen aty. Fatkeqësisht në për shumë përvjetore deri tani duke filluar nga 2001, po mendoj duke në përvjetore të 2 majt të lavdishëm dhe 5 majt sidomos janë shkripur shumë fotografi, po mjerisht ajo zonë realisht ka mbet aty ku është edhe sot. Por ligj për familjarët e tyre në përgjithësi për statusin e ish ushtarëve të UÇK-s nuk kemi edhe pas 24 vite të përfundimit të luftës. Kolegu juaj, zoti Riet Shaqiri, prej kohësh ka paralajmëruar se do të propozoj një propozim për të rregulluar këtë çështje. Por deri tani diçka e tillë konkrete akoma nuk ka ndodhur. Të them të drejtën, edhe këtë propozim që e cekni ju, unë për herë të parë kam dëgjuar nga një media ku zoti Shaqiri pat deklaruar se po përgatitet ligj për ushtarët e UÇK-s dhe familjarët e tyre. Nuk ka pasur ndonjë bisedë, ndonjë zhvillim të një grupi pune apo diçka të tillë për të cilën unë e di, domethënë nuk di diçka të tillë, besoj se duhet zoti Shaqirin ta pyetni a ka pas iniciativë, a ka marrë iniciativë, a ka punuar në këtë drejtim. Por se nuk është kërkuar asnjë nga ne si koleg deputet të kyçemi dhe të kontribuojmë për përpilimin e atij ligji, dhe që ky propozim pastaj të kërkohet përkraje nga mazhoranca që të kalon, do duhet me siguri zoti Shaqiri ka ndonjë sqarim për këtë punë. Pas 2 ditësh bëhen 10 vite nga ngjarjet e Kumanovës në lagjen e Trimave, respektivisht nga luftimet atje. Alternativa para disa viteve u bë pjesë e qeverisë së Zajevit me kërkesën për ndriçimin e këtij rasti, ndërsa BDI kërkon të hetim ndërkombëtar. Por asgjë nga këto nuk u bë dhe këto ngjarje vijojnë të mbeten
të mbuluara, si me thonë, të mbështjella me celofanin e misterit. A ka gjasa të zbardhe të ndryqohet e vërteta? Më thënë kështu, ne si përcaktim politike kemi pas edhe si alternativ tani sot flasim për Vlenin, gjitha këto raste të cilat janë të dyshimta si ka ndodhë dhe me çfarë agenda ka ndodhë të zbardhe. Me që kapaciteti i gjykatave tona, siç e dim, me besojshmëri 2%, dhe gjitha rastet të cilat ka ndodhë dhe nuk janë sqaruar apo ka pas shpeshherë gjykimet jo transparente, gjykime jo të drejta në bazë të synit të opinionit. Nuk presim që këto organe të vendit tonë të jenë të reale dhe transparente për të sjellë një rigjykim apo një sqarim ndaj opinionit se këto raste janë definuar kështu, janë gjykuar kështu për shkak të këtyre argumenteve. Dhe natyrisht ne kemi qenë edhe në të kaluarën edhe sot të detyruar që të kërkojmë ndihmë nga organet ndërkombëtare për ta zbardhë ta sjellë një drejtësi në vendin tonë. Për fat keq ende nuk ka, siç e cekët edhe ju më herët, 10 vite nga rasti Kumanovës nuk ka asnjë lëvizje në këtë drejtim, edhe pse dyshime shumë ka, domethënë ka viktima, ka pasoja. Ne mbetemi të përcaktuar që duhet ta hecim këtë punë dhe besoj se një pjesë e agjendës tonë se i përket drejtësisë në vendin ton janë edhe këto raste. Mos ta harrojmë edhe rastin e Agim Islamit e kështu me radhë. Domethënë janë shumë raste të cilat janë të dyshimta dhe për fat të keq, për shkak rotacioneve politike te ne, sidomos tash flas për pjesën e Vlenit, nuk kemi arritur që t'i çojmë deri në pikën e fundit. Nëse ju kujtohet, në vitin 2021 kur bëm marrëveshjen politike me zotin Zaev për të kyçur në shumicën parlamentare, alternativa, një nga pikat e kishte edhe këtë. Domethënë ishte një marrëveshje e nënshkruar publikisht dhe deklaruar se do të përcaktohemi si qeveri që të kërkojmë hetim ndërkombëtar dhe përkrahje nga organet ndërkombëtare për t'i zbardhur këtë raste. Dhe për fat keq që dini rotacioni pastaj pas një viti u bë me kryeministër tjetër dhe ASH-ja e sotme e cila është ndarme në dy pjesë, atëherë nuk e dim për çfarë pazarllëqe na zëvendçoi si parti politike dhe natyrisht këto pika të cilat i kishim në marrëveshje kaluan në pritje apo u futën në sirtare. Atëherë më mbetet vetëm që u falenderoj që ishit pjesë e emisionit të 11 Dialog me Lajm. Faleminderit. Unë falenderoj juve për hapësinë dhe mundësinë për debatu për disa pika të cilat janë aktuale dhe shumë të rëndësishme për opinionin. Kënaqësia jone gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit gjithashtu.